Ajo ishte një përzierje midis artit skenik dhe diplomacisë. Ishte një shfaqje teatrale e përgatitur shumë bukur nga ana e amerikanëve, por edhe Zelenski si aktor, pavarësisht se me nivel mesatar, siç thonë të tjerët, arriti e kuptoi dhe edhe ai luajti artin e vet skenik. Pra të dy në këndvështrimin tim, pavarësisht se u tragjedizua shumë, të dy palët ishin të përgatitur të përfitonin nga kjo situatë dhe të mos konkludonin për asgjë. Dhe të dy palët dulën të fituar. E para Trumpi dhe zëvendës presidenti, pra i folën publikut të tyre se për përpjekjet që ata po bëjnë për t'i kthyer gjithë ato shpenzimet mëdha të harxhuar nga taksat e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ukrainë, premtim të cilin ky e ka dhënë, ndërsa presidenti Zelenski arriti ta kuptojë në kohë dhe e shfrytëzoi për të mos e nënshkruar atë traktat apo atë marrëveshje për pa siguruar diçka në këmbim. Sepse ati u ofrua marrëveshja për rreth $500 miliard që duhet ta nënshkruante, po ta nënshkruante për ndihmat që ishin dhënë, jo për ndihmën që pritej t'jepej. Qartë. Dhe për sistemin e garancive që kërkonte presidenti Ukrainës. Për një diçka që Zelenski në debatet e tij shpesh e ka quajtur që ajo ishte edhe në interes të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai harxhim materiali, armatimi etj. Sepse Ukraina kishte mbrojtur edhe sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Gjë që Trumpi e refuzoi. E refuzoi sepse ai ndryshoi komplet konceptin